Ndërsa dielli po perëndonte, zhurma e shpërthimeve u dëgjua në të gjithë Teheranin. Sulmet ajrore izraelito-amerikane që synonin kryeqytetin e Iranit ngritën tym në qiell të martën, pasi të dyja shtetet po vazhdojnë të sulmojnë vendin, edhe pas vrasjes së udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei të shtunën. Presidenti amerikan Donald Trump tha se vendi i tij mund të vazhdojë fushatën ushtarake kundër Iranit për më gjatë se afati kohor i planifikuar prej 4 deri në 5 javësh, që ai e kishte dhënë më parë. Ai po ashtu tregoi edhe se si e mori vendimin për nisjen e sulmeve. Duke parë mënyrën se si po zhvilloheshin negociatat, mendoj se ata do të sulmonin të parë dhe unë nuk doja që kjo të ndodhte. Izraeli ishte gati dhe ne ishim gati. Ne kemi pasur një ndikim shumë të fuqishëm, sepse pothuajse çdo gjë që ata posedojnë po neutralizohet tani. Ndërkaq, ushtria izraelite tha të martën se forcat e saj kishin përfunduar valë shtesë sulmesh në Iranin perëndimor, të cilat kishin në shënjestër, siç u tha, 10 ralëshues raketash, sisteme mbrojtëse dhe grupe shtesë me armë zjarri të përdorura nga regjimi iranian. Ky fundit nuk ndaj një duar kryq. Zjarfiksit u pan duke shuar automjetet e djegura në Izraelin qendror pas sulmeve me raketa nga Irani të martën. Shërbimet e shpëtimit të shtetit hebre thanë se të paktën 11 persona janë vrarë që nga e diela. Ndërkaq, sipas gjysmëhënës së kuqe iraniane, sulmet ajrore nga Amerika dhe Izraeli kanë vrarë të paktën 787 persona në Iran që nga fillimi i luftës. Konflikti është përhapur edhe në Liban, ku grupi militant Hezbollah i mbështetur nga Irani qëlloi me raketa drejt Izraelit të hënën, duke e shtyrë këtë të fundit të hakmerret.